shqiptarët tani kanë mbetur kokoshin një thel, kanë mbetur vetëm pleq këtu, s'ka më qytetar shqiptar. Avokat, po më duket se me këtë shoqëria është e kënaqur se harron hallet dhe problemet. Opozita u fut Big Brother, pra Mona komentuese, opinioniste, ai tjetri i Korçës, ai që bën me të vërtet opozit të vërtet, ndoshta, mendoj unë. Me gjithë shpirta ai u fut brenda atje, pra opozita brenda, populli i kënaqur duke parë spektakël. Duket mos është në skenar ky avokat, në skenar apo jo? Po, patjetër që skenari i establishmentit. As bëhet fjalë fare. Diskutohet. Këta kanë vendosur që shqiptarët t'i degradojnë, t'i degenerojnë, t'i çmoralizojnë, t'i bëjnë bagti. Dhe bërja bagti fillon që nga ajo, sot kisha një video të shkurtër të një zonje që i drejtohet asaj Jacqueline, sa si quajnë atë që ta duam të shohim sex live në Big Brother. Zotëri, kanë mbetur akoma shqiptarë dhe shqiptare që duan vendin dhe që janë të ndershëm. Kanë mbetur. Dhe shpresoj që me herën që vjen nga oqeani, ne do bëhemi shumë dhe shqiptarët do t'i thërresin mendjes. Edhe do vjen atje ku kanë pasur të parë në origjinë e të parëve. Por avokat, nga Amerika kishim dy lajme, një të keq për politikën, po kishim një të keq edhe për popullin, sepse u pezullua lotaria amerikane. Ata që kanë marrë një farë shpresë për pikur nga ky vend. Të lutem, jo, ky është më i miri, ky është lajmi më i mirë. Okej, po shikoj në të tashmen, jo në të ardhmen, ajo që thoni ju qëndron, largimi i trurit, është i dëmshëm për vendin, po ikin të gjithë. Ky është lajmi më i shkëlqyer që mua më kënaqi shumë, që është pezulluar lotaria amerikane. Shqiptarët s'kanë që t'ikin Amerikën e kanë këtu. Ti dalën sot vendit. Kush ikën kur mos u theft. Po ua them. Valla ata që ikin avokat e kanë një problem. Nuk meritokracia. Janë lepuj, nuk rrin këtu të luftojmë siç luftojmë unë e ti. Po ndoshta po një të ardhmë me të mirë avokat. E kanë provuar këtu, s'kanë gjetë gjë, kanë ikur. Cili nga ata që vajti jashtë ndërtoi të ardhmë me të mirë? Asnjë, merrni shikojni. Po ata që janë jashtë janë më të suksesshëm se këtu. Jo të suksesshëm nuk janë, po hanë një top bukë më tepër. Dhe shikoni shqiptarët e Gjermanisë, ata që kanë vatur në Gjermani, se të sheqin nxit e ullirit. Shikojni në Greqi, shikojni në Itali. Tani shqiptarët duhet ta kuptojnë që i huaj mbetet i huaj. Duhet ta kuptojnë që i huaj të do thjesht si vegël pune, si instrument pune. Nuk të do si njeri, si qytetar, të jesh me cilësi dhe me karakteristikat e tua qytetare dhe kombëtare. Jo. Pra, shqyrtje pas kanë pezulluar lotarin amerikanë, bëhet qefi shumë, dhe e përshëndes të vendim të shtetit amerikan të presidentit Trump. Avokat, për të rikthyer tek hallet dhe problemet tona këtu tani, Berisha thonte mendoni që do hyjë kryeministri avokat, se është mprehur shumë. Berisha nuk do hyjë kurrë kryeministri. Ta harroj. Berisha po hyri do hyjë atje, te vendi. Se atje ka vendin. Mos kujtojnë Berisha se me që do bëjmë protestë sot edhe se shfrytëzon urrëtitjen e qytetarëve shqiptar për të përfituar ai. Jo zotëri, jo. Jo, nuk do dalë Berisha më në krye të shtetit. Ka mbaruar ajo punë. Berisha do bëjnë burg. Amerikanët ja kanë dhënë atë që duhet t'i japin non gratën dhe nuk do marrë më pushtet Sali Berisha. Vetëm po që se do bëhem unë femër. Por avokat ai thotë që shiko, skandalet më dha sipas tij e kanë rrethuar qeverinë, një dje denonconte shishe me verë pafund, e tjera. Thotë ka ardhur radha jon, thotë. Mos ishin më të vogla skandalet e atij që pas ka ardhur radha e atij. Jo more, ulin çikundën thuaj atij uli. Se ai skandalit i ka bërë më të mëdha. Vrau 4 njerëz zotërin bulevard. Ai kriminal. Lesa ka vrarë të tjerë të pa deklaruar, të pa ndjekur nga drejtësia. S'ka vend ai aty. Ai dhe t'i bjertë në qesë tërë ditë, ai kërkon të shpëtoj fëmijët nga përgjegjësia ligjore. Nuk e di se sa do t'ja arri kësaj. S'kam gjë me fëmijët, se fëmijët janë produkti i pistollëve të tija. Pra, sot nuk shikonin edhe te pjesëmarrja, prisni që t'imponohet me numra apo jo? Jo.
nuk do vjen shqiptarët. Po u do që Berisha nuk do vjen. Nuk do vjen. Edhe në vajqin do vjen ca patronazist të krahut të tjerë, spion të PD-s do të thënë, dhe asgjë më shumë. Nuk lëviz gjë në Shqipëri. Në Shqipëri do lëvizin vetëm kur të vendosë Amerika, kur të vijë në pushtet qeveria teknike, vetëm atëherë. Sipas nëse do ecim me skenarin që ju thatë pak më lart për 90 ditë pritën rezultatet e atij vendimi që është marrë në 6 dhjetor në Senat, në Kongres, i bie që pa po pastrua fusha, atëherë mund ndodh kjo që thoni ju, qeveria teknike. Patjetër. Dhe ai palloshi gjatë që ka paradiset po që ka humbur logjikën, ai do ja dorëheqë. Vet ai. Do ulin, do ta thresën atë kur kanë thirrur gjithmonë dhe do t'i thonë firmos tani dorëheqën shpejt, urgjentisht. Dhe ashtu do bëhet. Ashtu thoni ju avokat, po ai edhe për Ballukun tha që shikon nuk do ta lëshojnë. Deri të